është e vërtet, sidomos një racion patjetër duhet më konë me lugë, ushqimet lëngshme, domethënë, ushqimet të cilat nuk shkaktojnë frymje, nuk shkaktojnë kapsllëk, ushqimet e shpeshta që këtu nuk e përmendëm, kapsllëki është shumë i shpesht, obstipacioni është një sëmundje të cilën na hasim gati në përditshmëri. Zakonisht ato janë me komorbiditet, domethënë me sëmundje, me pacienta që kanë edhe sëmundje tjera përveç sëmundjeve gastroenterologjike. Po është një fakt brengos që edhe moshat e reja vinë këtu me kapsllëk për arsye të ushqimit jo adekuat. Domethënë ushqimet me lugë, ushqimet fibrotike, kjo është shumë e rëndësishme. Marrja e pemëve, sallatave ndryshme me lëvore, paqëru, dardha, molla, gjitha pemë të omla, të cilat e kanë një enzim që na nuk mujna me i tret ato, edhe prania atyna e rrit peristaltikën, edhe zbrazja e produkteve finale të ushqimit është më e mirë, duke mos harru konsumimin e sasisë ujit. Se pjesa përfundimtare e zorrës e ka veç një qëllim, e përthith edhe qato pak longja, dhe që për milon mbetërina tamam që duhet organizmi jonë si të panevojshme me i hunë jashtë. Qëndrimi për një kohë gjatë, sot e kemë gjithmonë sidomos tajnë që punojnë në karrige, në administrata, IT, se në ata qëndrojnë shumë ullën, hanë ushqimet shpejta se nuk kanë kohë, për arsye edhe i harrojnë pemë perimet, i harrojnë ushqimet fibrotike, shtojnë peshë, se shiqeni me obeziteti është një peshkaktarëve, jo veç të kapsllëkit e të hemoroide, po shumë sëmundjeve tjera, diabetit, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të tjera, por duhet pak më shumë aktivitet. Me aktivitet forcohet edhe zorra, domethënë rritet edhe peristaltika, se rritet qarkullimi i gjakut e krejt këto kanë ditëshmëri mes vetë.